Në studio është këshilltari për ekonomi dhe financat në Partinë Demokratike, zoti Dorian Teliti. Zoti Teliti, përshëndetje, mirëse. Është prezantuar ditën e djeshme nga kryetari i Partisë Demokratike zoti Basha programi ekonomik i Partisë Demokratike, për cilin zoti Basha është shprehur se është program që do të nxjerrë tërësisht ekonominë shqiptare nga kriza dhe nga apatia e sotme. Ku konsiston ky program? Është pikërisht ditën e djeshme është bërë prezantimi i programit ekonomik, e cila është vinte në vijim të prezantimit që kemi bërë disa muaj më parë të vizionit tonë për sa i përket paketës fiskale, për sa i përket rregullave fiskale që cilët do të vendosen mundësisht që dita parë ardhes të qeverisjes së Partisë Demokratike. Dje u fol më gjerë për sa i përket ekonomisë të përgjithësi, pra jo thjesht duke u fokusuar te sistemi taksave, por sido që të jetë pa harruar dhe pa përsëritur dhe qëndrimin tonë që ne kemi prej muajsh tash për të prezantuar për taksat e ulta. Për sa i përket të programit të Partisë Demokratike, është një program për cilin është punuar, prej shumë muajsh tashmë, prej 5-6 muajsh afërsisht, për një gërshetim ekipesh tekniko-politik, në mënyrë që dhe vizioni Partisë Demokratike dhe historiku saj 25 vjeçar të gërshetohej normalisht edhe me eksperiencat aktuale dhe njëkohësisht edhe me duke bërë edhe vlerësime sa më realiste. Është shumë e thjeshtë të bësh premtime, por shumë e vështirë të bësh premtime të cilat mund t'i mbash. Dhe pikërisht puna disa mujore ka qenë pikërisht që neve të dilnim kryetari i Partisë Demokratike, leadershipi me gjithë stafin përkatëse, politik dhe teknik, të dilte përballë qytetarëve shqiptarë me një program i cili është i bëshëm, i cili mund të jetë implementueshëm dhe jo të ishte një program thjesht që të vinte për efekte elektorale për të marrë disa vota dhe pastaj për të ndodhur ajo që ndodhi gjatë qeverisë aktuale, që një program u prezantua dhe u votua nga qytetarët dhe diçka tjetër po implementohet. Cilat kanë qenë katër shtyllat kryesore të cilat neve kemi mbështetur frymën tonë në ngritjen e programit ekonomik. E para ka qenë përmirësimi i klimës së biznesit, e dyta ka qenë mirë përdorimi i parave publike, pra shpenzimet publike duhet të jenë të konsoliduar dhe të shkojnë në vendin e duhur për ato zëra të cilat nevojiten. Kemi identifikuar gjithë sektorët e ekonomisë janë të rëndësishëm, por kemi identifikuar ato sektorë që janë më të rëndësishëm sa të tjerët, kur do neve do të maksimizojmë të gjitha ato mundësitë, aftësitë tona që kemi si kapacitet humane, ashtu dhe financiare në të ardhmen, për të dhënë këtyre sektorëve ekonomik një hovë, po njëkohësisht këta sektorë të mbështesin më pas ekonominë, dhe ne këtu kemi identifikuar bujqësinë, infrastrukturën edhe sektorin e energjisë, dhe njëkohësisht nuk kemi lënë mbrapa atë që cilën neve kemi një pjesë shumë të rëndësishme, politikat që ne do ndjekim për sa i përket stresave, sidomos stresave ndryshme shoqërisë, po sidomos stresave nevojë. Për sa i përket pjesës së parë, pjesës së klimës së biznesit, tashmë është e ditur, është fakt që Partia Demokratike ka prezantuar një program fiskal të saj, i cili orientohet drejt rikthimit përsëri të taksimit të shesht, për sa i përket si tatimit të ardhurat personale, tatimit të ardhurat e tjera, por njëkohësisht edhe tatimi mbi fitimin në masë 9%, neve kemi pasur të implementuar gjatë qeverisë së mëparshme Partisë Demokratike në nivelin 10%, por tashmë neve logjikojmë dhe arsyetojmë dhe duke parë edhe vendet e rajonit, kemi konkluduar që niveli 9% është niveli i duhur pikërisht për të rikthyer ekonomisë shqiptare atë pozicion që kishte këtu disa vite më parë. Nuk mund të themi që ekonomia shqiptare lulëzon, as në të kaluar nuk mund të themi që ka ecur çdo gjë në mënyrën e duhur, sido që të jetë detyra e çdo qeverisje është të identifikojë dhe me ato mundësi që ka, me ato potenciale që ka, të përshtasë politikën e cila mund të jetë më e përshtatshme. Dhe ne mendojmë që politika e taksimit të sheshtë është ajo e duhura. Kjo nga ana tjetër ka për të shoqëruar edhe me një politikë e cila për 20 sa vitesh tashmë le themi nuk është shprekur ky zë, që është për sa i përket tatimit të vlerësuar. Neve kemi konkluduar pas shumë diskutimesh, pas mendimeve nga më të ndryshmet brenda grupit punë, i cili ka qenë një grup mjaft i zgjeruar, që një normë e tatimit të vlerësuar 15% mund të ishte një vlerë e cila mund të ishte një normë e cila mund të jepte një hovë shtesë ekonomisë shqiptare. Të gjitha këto duhet të gërshetohen jo thjesht me aspektin fiskal. Ajo që neve kemi konstatuar dhe që neve shohim gjatë ditës nga kontaktet që neve kemi edhe me qytetarët, me bizneset, është që sa të rëndësishme është niveli taksave, akoma dhe më i rëndësishëm është mënyra se si ti sillesh si me bizneset, ashtu edhe me konsumatorët, me individët. Kështu që ajo që neve le themi kemi menduar dhe kemi propozuar dhe lidershipi i Partisë Demokratike dje e prezantoi, ka qenë pikërisht politika jonë që do jetë zero, mundësisht zero kontakt me bizneset, kontaktet e cilat gjatë 25 viteve kanë dhënë problematikat e tyre, pasi janë to kontakte që sjellin, le themi, evazionin, elementin, le themi,
atë fenomenin e evazionit dhe fenomenin e korrupsionit. Njëkohësisht nga ana tjetër kemi propozuar që si t'i bëjmë neve që bizneset e reja të shtohen në Shqipëri, pasi neve kemi plot biznese të cilat kanë dëshirë të futen në treg, por për sa i përket elementeve ndryshe tregut, edhe elementet konkurrencës, po njëkohësisht edhe të efekteve fiskale, të paketave vigjiluese fiskale në një moment caktuar, e gjen veten në një farë vështirësie për të futur për sa i përket kosteve që ato duhet të përballojnë. Neve kemi propozuar dhe do t'i shndrojmë që vitin e parë tonë qeverisjes që në vitin e parë të jetës së një biznesi të ri, ato do të paguajnë zero taksa. Dhe kur themi zero taksa, do thot zero taksa. Duke filluar që nga taksa dhe tatimet e shtetit, duke kaluar edhe tarifat burokratike, të cilat janë shërbime të cilat merren nga një biznes për të hapur një biznes të ri, por për vitin e parë këto tarifa do të jetë praktikisht zero. Për sa i përket klimës së biznesit, këto le themi janë në vijat përgjithshme, është dhe për sa i përket pjesës së tatimit të ardhurat personale, ne sot jemi në një sistem progresiv tatimit të ardhurat personale, kur sidomos shtresa mesme është ajo më e goditura. Sot çdo individ i cili bën të ardhura mbi 1.3 milion lekë të vjetra, i cili ka shumë profesionistë të ri që i kryejnë këto, taksohet në masën 23%. Do të thotë që një i punësuar profesionist në një firmë biznesi, biznesmeni taksohet me 15% aktualisht, kurse profesionisti i lirë, i cili është varsitësisht punësi, taksohet me 23%. Neve këtë gjë e kemi eliminuar në platformën tonë dhe kalojmë në të dy rastet, si në nivelin e punëmarrësit, ashtu dhe nivelin e punëdhënësit, të dy do të paguajnë nga 9% sigurimet tatimit të ardhurat personale dhe njëkohësisht tu kemi edhe përshtatjen e sigurimeve shoqërore. Pikërisht kjo bëhet edhe niveli 9%, si në të ardhurat personale, ashtu dhe sigurime shoqërore, ashtu dhe tatifitimin, sepse një niveli barabartë i këtyre tre elementeve praktikisht disincentivan atë le themi evazioni që mund të ndodhë, evazioni fiskal në deklarimin e rrem të pagave që paguan biznesi, pronari, biznesmeni paguan për punës së tyre. Pasi këtu ka qenë gjithmonë një element që ka lënë hapësira për evazion. Ti diskutojmë pak pyetje këto pika së pari, këtë rikthim tek taksa e shesht me 9% të erë, ne ishim zotit e litit të taksa e shesht 10%. Sot aktualisht jemi po të zhveshim të ardhurat nga puna, nga rroga, më falni, praktikisht jemi në taksim shes për 15%. Edhe kjo është për të thënë. E qartë, por kjo taksë shesh ne kishim në mënyrë konstante në qeverisjen e kaluar, nuk e pengoj që Shqipëria nga disa ritme të larta që po kishte të rritjes ekonomike, ta ulte rritjen e saj ekonomike dhe të shkonte pastaj në nivel rënje duke pësuar atë që pësoi me vonesë ndoshta, po të shpësuan dhe vendet e tjera rreth nesh. U ndryshua kjo taks dhe sërish ne nuk kemi në shenjë të jashtëzakonshme të rivitalizimit të ekonomisë sonë, duke vazhduar kriza në vendet. A ka të bëjë loja fiskale që bën qeveria jona, apo varet nga faktorë tjerë kjo që ndodh? Gjatë 3 viteve të para të qeverisë së mëparshme kur implementua taksimin shesh, rezultatet kanë qenë fantastike. Taksat u ulën praktikisht u përgjysmuan, duke kaluar nga 20-25% në 10%. Dhe rezultatet ishin që të ardhurët në buxhetin e shtetit nuk u përgjysmuan, po u rritën. Pra do thotë që u zgjerua baza e tatueshme dhe efektet ishin që të tërë paguanin më pak, por njëkohësisht shteti në anën tjetër vilte më shumë. Është një filozofi që kemi edhe neve sot. Neve do të ulim barrën fiskale për çdo biznes, por duke zgjeruar bazën e tatueshme. Dhe duke ulur taksat, bizneset dhe individët do dizincentivojnë që të bëjnë evazion fiskal, do thonë më mirë të paguajmë pak. Jo shumë siç është sot aktualisht, po të paguajmë pak dhe të jemi në rregull me ligjin, të jemi në rregull me shtetin, dhe këtu jemi praktikisht në atë, le të themi atë fenomeni që dy palët janë win-win, është ai elementi që të dyja palët fitojnë. Edhe bizneset fitojnë anë tyre sepse do paguajnë në pak taksa, po njëkohësisht edhe vetë arka e shtetit do thonë, se buxheti i shtetit ka për të argëtuar më tepër para, sepse do kemi mira me 10 mira biznese, të cilat sot realisht pavarësisht aksionit të famshëm që u bë, nuk është të dhënë rezultat në, le të themi, në të dukshëm në të ardhurën e buxhetit të shtetit. Pati thjesht disa regjistrime biznesesh më tepër, por ekonomia më sa duket pas ngecur në ngërç. Dhe këtë jep edhe raporti fundit që patëm sot në stadi për sa i përket normës inflacionit, 0.3%, një normë tërësisht dëshpëruese, e cila vjen në vijim të normës inflacionit të muajit kaluar që ishte 0.2%, të cilat edhe aktorët ndërkombëtarë fillojnë dhe hedhin ato dyshimet, a kemi apo s'kemi, le të themi, elemente deflacioni në Shqipëri. Megjithatë, një gjë unë ju asiguroj. Politikat e ndjekura për taksimin e sheshtë, ashtu që do ndiqen edhe në të ardhmen, do të jenë shumë të suksesshme. Ajo që ndodhi në Shqipëri është pikërisht efektet e krizës ekonomike. Duke qenë një vend i vogël, duke qenë se në le të themi në tregun rajonal dhe në tregun sidomos evropian,
Shqipëria është jo një pikë uji në oqean, po sido që të jetë ka një rol jo shumë të rëndësishëm, një rol jo të ndjeshëm, nuk mund të ndikojë ekonominë europiane, por ndikohet shumë nga ekonomia europiane. Neve nuk kemi taftë të ndikojmë në ekonominë italiane, greke dhe të Ballkanit në tërësi, që kemi ndikim, po jo ndikim të ndjeshëm, kurse ekonomia gjithë rajonit ndikon ndjeshëm të ekonomia, dhe fakti që gjithë këto vende patën një recesion ekonomik, edhe Shqipëria, sido që të jetë, do t'i vuan të pasoja. Por ama jemi diçka, themi të vërtetë që nuk e ka thënë opozita, por e ka thënë institucionet ndërkombëtare. Kanë thënë që ndonse gjithë vendet e rajonit dhe vendet fqinjë me ne, të cilat ne kemi kontaktet maksimale, e themi në import eksport si të madhëve edhe të shërbimeve, kaluan në recesion ekonomik, Shqipëria asnjëherë nuk ka kaluar në recesion ekonomik. Dhe është vetë FMN dhe Banka Botërore, e cila ka thënë zezët bardhë që Shqipëria, ekonomia shqiptare përballoi me sukses efektet e krizës, ndonse u përgjysmua ritmi i rritjes ekonomike. Pra, të kalosh në krizë ekonomike, në recesion dhe të ulet ritmi i rritjes është diçka tjetër. Kështu që sido që të jetë, po ja ne kemi eksperienca tregon që këto janë politika të cila ka 7% mos gaboj taksin e shesh, Maqedonia është gjithmonë 9%. Zëvendjet e para në renditjet e ndryshme për lehtësirat e biznesit. Është e vërtetë, është e vërtetë, pikërisht neve kemi studuar dhe gjithë vendet e rajonit, dhe sot për shembull po të marrim raportin Doing Business, neve sot jemi vendi i fundit në Ballkan për sa i përket të bërit biznes. Çdo do thotë që nëse ndonjëri nga ne do të ishte individi huaj dhe do donte të investonte në Ballkan, Shqipërinë do e kishim alternativën e fundit. Kurse Maqedonia është alternativa e parë. Sepse aty janë taksat e ulta, është një sistem taksash i ngjashëm ato që neve propozojmë, taksat e ulta, ka barriera burokratike praktikisht inekzistente, është shumë e thjeshtë. Është shumë e thjeshtë të marrësh lejet, licenca, të marrësh të veprosh në tregun ekonomik, gjë që nuk ndodh sot aktualisht në Shqipëri, dhe njëkohësisht nga ana tjetër arrin është e aftë të krijojë besimin që ajo ekonomi po ecë mirë. Atë gjë që të cilën neve duam sot praktikisht me programin ton kemi për qëllim që të fusim besimin të gjithë shqiptarëve, po ashtu edhe të huajve, që shikoni që ditën e parë të qeverisë së Partisë Demokratike filozofia ndryshon dhe jemi për një klimë shumë favorshme të biznesit, ku taksat do jenë të ulta, represioni do jetë zero dhe kush do të hapi biznese të reja në Shqipëri praktikisht ditën e parë do jetë grace period, do jetë pa taksa, dhe njëkohësisht është shumë e rëndësishme, dakord që njëherë i marrim të ardhurat nga bizneset dhe nga konsumatorët, po si do t'i përdorim të ardhurat, si do kthejmë këtyre mbrapsht. Dhe këtu neve kemi menduar për le themi shtrëngime në për sa i përket pjesës së shpenzimeve, duke vendosur një kufi maksimal të shpenzimeve që do jetë 31% e produktit brendshëm bruto, dhe ku do vendosur një rregull që të paktën 5 deri në 6% e GDP-s të shkojë për investime publike dhe projekte madhore. Projekte shumë të rëndësishme që të hapin vende pune, jo projekte për thjesht për vendosur ca palë për ca shtëpi qytetesh. Jo, neve duhet të vazhdojmë projektet e mëdha të cilat nevojë ka Shqipëria dhe ne jemi prezent, jemi vetë qytetarë të vendit që kur lëvizin nëpër Shqipëri, me vërtet janë bërë shumë investime gjatë këtyre viteve, gjatë viteve kaluar se gjatë këtyre viteve nuk po shohim investime, por ka dhe akoma më tepër investime, nevoja për investime për të kryer, të cilat neve parashikojmë që të paktën 5-6% produktit brendshëm bruto ti të shohim në investime të cilat janë të rëndësisë madhore. Okej. Zoti Eliti, në program Partia Demokratike, për qenë me shifra më konkrete, shprehet se do të çlirojë burime financiare deri në 1 miliard euro, gjë që i ka munguar në 2015 në Shqipëri apo në 3 vite të fundit. Ju thoni që programi është mirëmenduar për 6 muaj kohë me radhë, është mirë organizuar. Periudha e diskutimit ka qenë afërsisht 6 muaj. Sa mendoni se do të rezultojë suksesshme kjo? Si do të arrihet sipas opozitës që thuhet këto para janë vjedhur apo janë shfrytzuar në mënyra të tjera dhe që nuk janë përfituar nga shqiptarët? E para. Si do të çlirohen këto burime financiare në këtë mas? Atëherë, parat janë në Shqipëri. Por ama nuk kalojnë në kanalet zyrtare të lishme, të cilat komunikojnë individët me individët, individët me bizneset dhe anasjelltas, apo shteti me bizneset dhe anasjelltas, apo shteti me individët dhe anasjelltas. Pra këto janë 4 kanale në themi të komunikimit. Parat gjenden në Shqipëri. Ajo që neve le themi kemi konstatuar që parat, dhe kemi konstatuar besoj çdo qytetar, problematika është se ku shkojnë parat. Kemi padur që vitin 2015 na mungojnë afërsisht $400 milion vetëm nga tatimet nga dogana, dhe të nuk e themi në ato 10 qeveria. Pse? Sepse kemi vitin 2016, vitin 2015, i cili në krahasim me parashikimin e të ardhurave të bërë nga vetë qeveria, parashikimin i cili ishte konservator sipas vetë qeverisë, jo sipas opozitës, i mungojnë aktualisht pothuajse $400 milion. Pra ja ku janë $400 milion të para që të vinë thjesht nga një menaxhim dhe të mos abuzosh
të mos abuzosh me financat publike. Po jo, po sepse kështu bën llogaritë fund fare. Paratë të cilat në momentin që kuadri makroekonomik nuk mund ndryshon, parametrat kryesorë makroekonomik nuk mund ndryshojnë, atëherë si është e mundur që nga një parashikimi i bërë po me këto parametra. Dhe kur këto parametra nuk ndryshojnë, si është e mundur që mungojnë $400 milion. Dhe që të jemi të qartë çfarë ka $400 milion për buxhetin e shtetit. $400 milion për buxhetin e shtetit janë një muaj e gjysmë. Do thotë sikur shteti të funksionojë që nga 1 janari deri në datën 15 nëntor, dhe nga data 15 nëntor deri në datën 31 dhjetor, të mos ketë ekzistuar shteti fare në Shqipëri. Nga ana tjetër, marrim raportet e institucionit i cili verifikon si janë menaxhuar paratë në Republikën e Shqipërisë, që është kontrolli i lartë i shtetit. Kontrolli i lartë i shtetit ka konstatuar që në vitin 2014 kemi pasur 777 milion euro dëm ekonomik në Republikën e Shqipërisë, kurse në vitin 2015 ka konstatuar një dëm prej 919.9, pra 920 milion euro dëm ekonomik në Republikën e Shqipërisë. Nuk jam, le themi, nuk hyn nga ata persona të cilët, le themi, beson që do ketë zero abuzime. Ama nëse ka vullnetin e mirë dhe vullneti fillon që nga maja e piramidës, që është leadershipi, që edhe kryeministri i ardhshëm, e duhet filluar që nga stafet e tij, që nga ministrat, zëvendësat, drejtorët e kështu me radhë. Në momentin që vendoset një politikë zero tolerancë me korrupsionin, zero tolerancë me evazionin, dhe vjet interesi publik përpara atij privat, përpara atij personal, ju asiguroj që paratë të cilat qarkullojnë zakonisht në ekonominë shqiptare, por qarkullojnë në xhepat e interesave të personave të lidhur me pushtetin, të lidhura me pushtetin, të shkojnë në drejtimin e dur dhe të kthehen nga njëra anë të shkojnë në arkën e shtetit me anë të zgjerimit të barrës, le të themi, të zgjerimit të bazës tatimore, pra më shumë vetat ata që janë një formalitet të futen të formalizohen, po njëkohësisht nga ana tjetër të jenë, le të themi, të mos kalojnë në duar të gabuara, por njëkohësisht të kthehen mbrapsht te biznesit. Në momentin që neve propozojmë uljen e taksash, do thotë që biznesi ka të paguar më pak. Biznesi do paguajë më pak, do thotë që ai do ketë më shumë para për veten e tij. Më shumë para për veten e tij do bëjmë më shumë investime. Më shumë investime do na hapin vende më tepër pune. Këto vende më tepër pune do na sjellin më tepër të ardhurë në buxhetin e shtetit, se do paguhen disa para në arkën e shtetit. Po njëkohësisht do jetë konsum më tepër për tregun shqiptar, që të ketë konsum më tepër, praktikisht do thotë që të shiten më tepër produkte, po këto produkte do i prodhojmë po prapë këto biznese dhe hymë në ciklin pozitiv të rritjes në nivele të larta dhe të qëndrueshme të ekonomisë. Efektshmëria është 100% dhe është shpejt. Neve këto i kemi parashikime. Ja thash edhe pak më përpara, shumë e thjeshtë të dalësh në, le të themi, në publik dhe të artikulosh disa premtime, mjaftohesh, unë mendoj që duhet vetëm gjysmëore apo një orë të ulesh të shkruash, por ama të artikulosh premtime të cilat janë të bëshme, mendoj që duhen muaj. Dhe neve kemi 6 muaj që bëjmë dhe llogaritjet me parashikimet tona, gjithë që nëse do ndodhi gabim, do ndodhi plus minus 5%, le të themi plus minus 10%. Por ama në vijat e përgjithshme ju asiguroj që to janë premtime realiste. Sepse ne mund diçi duhet të bënu si qeverisja aktuale, që të thoshim legalizimet falas, shëndetësia falas shumë rënë, nuk i artikulojmë. Po edhe qeverisja aktuale hyri me një logjik të tillë që do kthejnë borxhet, këto para do hidhen në qarkullim, bankat do zbllokojnë kredit dhe gjitha do vjen në lëvizje dhe jo të gjitha këto para 2 vite gjysmë shumë shqiptarë besuan këto gjëra. Aktualisht sot siç jemi, nuk mendoj se ka shqiptar. Nuk mendoj të ketë një tmet në këtë që thonë. Kishte tmet sepse kishte të meta. Ju asiguroj, thashë pak më parë, shumë e thjeshtë të bësh premtime boshe. Ne, premtimet që kemi prezantuar, programi që ne kemi prezantuar është program mirë studiuar. Neve nuk themi që do të heqim TVSH-n ta çojmë 5%. Ne nuk themi që do heqim fare tatimin të profesionale. Neve thjesht do themi që do kemi për të ulur këto norma, do i kalojmë në taksim shesh në mënyrë që të bëhemi konkurrues edhe me vendet e rajonit. Pra qose falë edhe fundi, qose Maqedonia dhe Malizi ka një sistem i cili është taksimi shesh në nivelin 9%, nëse ne duam të rekuperojmë pozicionin ton, duke shfrytzuar edhe le themi edhe pozicionin ton gjeografik, atëherë neve automatikisht duhet që të le themi ta rishikojmë pozicionin ton fiskal. Dhe ne të që nuk e kemi propozuar vetëm sot, kemi propozuar edhe të kaluar me anë të amendamentet. Po sot qëndrimi ynë zyrtar është që neve prezantojmë dhe i qëndrojmë, le themi, kësaj platforme që kemi prezantuar. Ju tha që nuk është prekur në shumë vite me radhë në qeverit një pas njëshme ka qenë niveli të TVSH-s. Duhet këtë pasur një arsye apo jo? Pse nuk është prekur? Le themi që gjithmonë politika është orientuar që të bëjë manovrat e veta, le themi në zërat e tjera, nuk është vetëm TVSH, nuk është zë kryesor të ardhurave. Ka pasur tentativa për ta ulur, janë kundërshtuar edhe nga FMN-ja edhe nga BNG, mos gaboj, me forcë. FMN-ja ka qenë skeptike edhe për taksimin e shesh një herë një kohë, para 10 viteve, por pastaj rezultoi i suksesshëm. Edhe po të shohim edhe një raport i vitit kaluar të FMN-s thotë që
Ndonse në shumë vende taksimi shesh ka qenë problematik në implementim deri ku edhe sistemi dështuar, në Shqipëri ka qenë një rast suksesi. Pra duhet parë, domethënë nuk është edhe FMN-ja ashtu si çdo subjekt tjetër bën parashikime dhe bën analiza, dhe neve kemi bërë analizat tona dhe themi që jemi deri diku në vija, deri diku në shinat, edhe atë që mendojnë institucionet ndërkombëtare. Njëkohësisht ajo që është më rëndësishme është se si kjo platformë pritet nga aktorët e tregut vendas. Aktorët e tregut vendas janë dhomat e biznesit, janë dhe konsumatorët. Dhe platforma si fiskale dhe që kemi prezantuar këtu 4 muaj më parë, ashtu dhe platforma ekonomike prezantuar dje nga kryetari i Partisë Demokratike, nga lidershi i Partisë Demokratike, është një platformë e cila u mirëprit nga biznesi, sepse është një platformë të cilën neve kemi deri diku kemi diskutuar edhe me këto grupe interesesh. Nuk është që neve kemi dalë nga hiçi le themi. Ne kemi dalë nga hiçi me këto me ide tona. Kanë qenë le themi platforma, ka qenë pika të cilat ne kemi diskutuar me 10 herë. Në formate zyrtare të prezantuara edhe me publikun dhe me anë të medias, po njëkohësisht edhe me tavolina le themi, tavolinat jo zyrtare apo pa prezencën e mediave, ku është diskutuar dhe kemi dalë në këto konkluzione. Ajo që unë do doja njëkohësisht të jepja shumë vëmendje është cilët janë sektorë që do mbështesin ekonomia dhe cilët janë sektorë që do mbështesin vetë ekonominë. Ajo që ne kemi identifikuar janë 3 sektorë që janë kryesorë, të cilët neve do të kemi, le themi, prioritetet tona do të jenë tek bujësia, do të jenë tek infrastruktura, duke filluar që nga infrastruktura rrugore, infrastruktura ujitjes, njëkohësisht infrastruktura energjetike, dhe njëkohësisht kemi edhe sektorin e energjisë, e cila përshëtohet me pjesën e infrastrukturës. Janë të 3 sektorë për të cilët neve kemi avantazhet konkurruese tona, dhe themi si pozicion gjeografik, dhe për këto është e nevojshme që shteti të ndërhyjë dhe t'i japi, le themi, ndihmën e duhur. Për sa i përket bujqësisë, ne kemi afërsisht gjysmën e popullatës shqiptare që jeton në zonat rurale, kemi afërsisht, le themi, me shifrat e vetë statit, afërsisht 300.000 njësi ekonomike që veprojnë në zonat rurale, duke filluar që nga i, le themi, fshatari i cili ka një parcel të vogël deri te kooperativat apo deri te bashkëpunimet midis individëve ndryshe, biznes ndryshe për të bërë kooperativa, për të bërë, le themi, fermat si të agrobiznesit ashtu edhe blektorale. Njëkohësisht pa lënë këtu edhe mbrapa dhe pjesën e peshkimit. Neve kemi parashikuar që dhe parashikojmë që për vitet e qeverisjes të kemi një subvencionim të nivel të lartë realisht, për $100 milion për sa i përket bujqësisë, duke filluar që nga subvencionimi farave, duke filluar që nga subvencionimi i, le themi, energjisë naftës së përdorur në serat si për ngrohjen, duke filluar që nga le themi subvencionimi për sa i përket flotës së peshkimit, apo subvencionimi për krerët, apo subvencionimi për krerët e lop, dhi, e kështu me radhë deleve. Njëkohësisht kemi për të patur, do vazhdojmë një politikë agresive për subvencionimin e, le themi, të fidanëve, të cilat teritorin shqiptar janë të volitshme, mund të rriten dhe mund të japin një feedback shumë të rëndësishëm ekonomik. Pra këtu do kemi një gërshetim si të aspektit, le themi, ato social të ngushtë individëve që banojnë në zonat rurale, ashtu dhe efektin ekonomik, bumin e madhe të shpresin që ne më themi që sipas parashikimeve tona duke bërë të investim me subvencionime vit për vit nga $100 milion, presim afërsisht që ky sektor të rritet me 5%. Por çfarë ndodh sot me këtë sektor? Ka 3-4 muaj rresht, i cili rezulton me rënje në recesion. Dhe ne këtë sektor ku banon pothuajse gjysma e popullatës shqiptare, nuk mund të, le them, gjithë zonat rurale, nuk mund t'i lëm pas dore dhe të pranojmë fakti që kemi pothuajse një vit që kalojmë në recesion ekonomik në këtë sektor. Okej, edhe dy pyetje fundit po. Edhe diçka tek taksat, kisha unë. Është thënë në program se disa taksa do të eliminohen, janë taksat e dubluara apo të fsheta. Si për ta saktuar, çfarë janë këto taksa? Tu kemi të bëjmë me një numër të madh tarifash të vogla si në dhënë e shërbimesh, po njëkohësisht kemi për shumë marrim rastin e aksizave. Ne sot kemi një afërsisht 25-30 produkte të cilët janë subjekti aksizës, të cilat ku 3 zërat kryesorë që janë kafja, karburanti dhe duhani. Ne do të fokusohemi në heqjen e aksizës gjithë këtyre produkteve të tjera të cilat nuk është realisht kanë një efekt të madh në buxhetin e shtetit, por ama kanë vënia e aksizës të këtyre produkteve ka sjellë një problematikë shumë madhe me evazionin. Çdo do thotë që këto produkte duke qenë subjekti aksizës, po marrim kot produkte fishek zjarreve, duke qenë subjekti aksizës ka incentivuar evazionin, ka incentivuar, le themi, kontrabandën e këtij produkti. Kështu që duke qenë se ai produkt nuk është vetëm subjekti aksizës, por subjekt edhe disa taksave të tjera, do fillohet që nga TVSH e kështu me radhë. Atëherë duke qenë se neve i heqim aksizën dhe presi parashikojmë një ulje të ndjeshme të evazionit në për sa i përket tregtimit të këtyre produkteve, të ardhët do të rekuperohen nga fakti që do të ligjërohen dhe do të paguhen të ardhët e tjera, por njëkohësisht sistemi bëhet edhe më i thjeshtë.
Njëkohësisht neve kemi edhe parimin, neve do mundohemi ta implementojmë sa më shpejt të mundur, që në muajt e parë qeverisjes, parimin e faktit që do të kemi një taks, një flet. Pra që çdo kush, qoftë ai biznes i madh i cili ka burime njerëzore dhe mund le themi ti plotësoj letrat e veta, deklarimet të plotësoj në format me ligje. Por duke filluar nga një dyqan i lagjes, si person i cili ka bërë një investim shumë modest dhe do të jetë në rregull me ligjin, gjërat neve do mundohemi t'i bëjmë sa më thjeshta. Dhe do mundohemi që t'i bëjmë sa më shpejt të mundur, pasi le themi studimet që kanë bërë dhomat e tregtive në Republikën e Shqipërisë, por dhe institucionet ndërkombëtare i kanë dhënë deri diku peshë të barabartë sistemit të taksimit, le themi dhe le themi faktorit procedurial, i cili më pas shoqërohet edhe me pjesën le themi të evazionit, korrupsionit, problematikave të cilat janë shumë të ndjeshme në realitetin e sotëm, për të cilat neve duhet maksimalisht të punojmë siç kemi punuar në të kaluarën, të punojmë për t'i rregulluar, për t'i sistemuar dhe për t'i vënë le themi në një rrugë brenda shinave, brenda kulturave ligjore, njëkohësisht pa dëmtuar ekonomi, por duke dhënë një hovëse. Zoti Lidi, ju thoni edhe më shumë investime, më pak taksa dhe njëkohësisht ruajtje e nivelit borxhit. Borxhi në ulje, më falni se uja përmenda borxhin. Si mund të arrihet kjo tani, duke rritur investime, duke ulur taksat, të ulim edhe borxhin? Është pyetje shumë e drejtë kjo që bën ju. Neve sot në Republikën e Shqipërisë kemi një nivel të lartë evazioni, kemi një nivel shumë të lartë evazioni. Vetë qeveria shqiptare para 3-4 muajsh deklaronte nivelin e 50%. Unë jam kurioz të di çfarë niveli do deklaroj tashmë. Por duke supozuar atë nivelin e le themi të ekonomisë së zezë, atë që kanë deklaruar institucionet ndërkombëtare që është diku te 35-36% të ekonomisë, pra 1/3 e saj, sikur thjesht 5% të ulësh ekonominë e zezë, sipas parashikimeve tona, ti eliminon gjithë atë në thonjza efekte negativ në të ardhurat e buxhetit të shtetit që vjen nga ulja e taksave. Po të ulesh me 5% do thotë kalosh nga 35-36 në 30, që është diçka shumë e bëshme, është diçka që për këtë nevojitet thjesht vullnet. Me anë të vullnetit nuk jam nga ata që mendoj që evazioni mund të eliminohet. Edhe në vendet më të zhvilluara botës që evazionin e kanë. Por ama të kemi një evazion në nivelin 35%, ta kalojmë atë në një harë kohor, ta përgjysmojmë atë në harku kohor të një mandati qeverisës, janë fonde, janë para që vinë në akën e shtetit, por dhe që të çlirohen edhe për ekonominë, sepse individët i fusin në le themi në sistemin e ekonomikë që para qarkullon le themi në rrugët zyrtare tashmë, ato janë më se të mjaftueshme, sipas llogarive shumë të thjeshta aritmetike, si për të le themi për të mbështetur buxhetin e shtetit, ndonse taksat ulen ndjeshëm, duke filluar taksat ulen që nga përgjysmime deri në 30-40%, po njëkohësisht edhe për të ulur nivelin e borxhit publik, pa të cënuar, madje duke rritur nivelin e investimeve. Kjo është aritmetike e thjeshtë, të cilën ne mund të ulim çdo moment dhe ta bëjmë. Për të luftuar evazionin, çfarë duhet? Duhet vullnet edhe bashkëpunim. Vullnet do thotë që një qeveri të jetë interesuar që gjërat të shkojnë mirë dhe të mos mendojë për interesin e ngushtë të personave që drejtojnë qeverinë, dhe këto e bën kushdo i cili nuk do le themi të majmi xhepat e vet, të mbushë xhepat e vet, po të mbushë arkën e shtetit, dhe kjo është diçka individuale, personale, që drejtuesit e një vendi, drejtuesit e një qeverie, do thuaj që nga niveli i parë deri në nivelin tjetër, nëse kanë, kjo është një gjë e bëshme, po njëkohësisht edhe nivel bashkëpunimi, duke kuptuar që asnjë aktor i tregut nuk është perfekt, dhe duhet kuptuar dhe duhet mbështetur dhe duhet toleruar në të mirë të ekonomisë, gjithmonë tolerancë në sensin që nëse gjërat nuk shkojnë, çfarë të bëjmë neve, çfarë mund të bëjmë në bashkëpunim për të përmirësuar ato. Dhe jo të bëjmë represione, jo të bëjmë dhunë, jo të fusim për 20.000 lekë, të fusim personat një javë, 2 javë, 1 muaj në burg, ku mbajtë një person në burg bën 50.000 lekë dita, se këto janë gjëra të cilat ka disa absurditete në Shqipëri, por ama t'i japim atyre lehtësira fiskale, t'i japim lehtësira procedurale dhe të mos i shkojmë te dera, po t'i vendosim atë pullën, mund tek tabela, mund te hyrja e çdo biznesi, të ketë një pull atje që të thotë ky biznes është kontrolluar dhe këtë biznes asnjë autoritet tatimor, doganor, inspektorat e kështu me radhë nuk ka drejt të hyjë për të bërë kontrolle të cilat deri diku pastaj të shojnë edhe në pjesën e korrupsionit dhe të evazionit e kështu me radhë. Zoti Lidi, ne ju falenderojmë që ishit. Faleminderit për ftesën.